Ashtu si 15 vjet më parë, kur kufiri me Shqipërinë u shndrua në rrugën e vetme të shpëtimit nga genocidi serb për mira shqiptar të Kosovës, në mënyrë simbolike është ripërsëritur kjo ngjarje në këtë ditë të përkujtimit. Dy kabinetet shqiptare në këtë mbledhje të përbashkët në qytetin verior të Shqipërisë i kanë rikthyer mirënjohjen për pritjen dhe hapjen e dyerve për qytetarët e Kosovës në ditët e represionit serb, duke e bërë Kukësin kryeqytetin e të gjithë shqiptarëve. Përderisa në Kukës është shënuar ky përvjator që ka ardhur si shkak i agresionit serb mbi popullsinë civile, në të njëjtën kohë në Beograd është konstituuar Parlamenti i Serbisë, në të cilën janë betuar deputetët se do ta mbrojnë ende Kosovën ashtu si parashihet në Kushtetutën e Republikës së Serbisë. Por liderët shqiptar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Lugina e Preshevës e Mali i Zi, duke dënuar skenarin e Miloševićit, thënë se tashmë çështja e Kosovës nuk ekziston, por ekziston çështja shqiptare. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, në fjalën e të cilit dominonte falënderimi për Shtetet e Bashkuara, NATO-n dhe BE-n dhe të gjithë miqt që u gjendën Kosovës në ato ditë të vështira, falënderime të veçanta shprehu për ish kryeministrin e Shqipërisë në kohën e luftës së Kosovës, Pandeli Majko. Falenderoj njeriu i cili në atë kohë udhëhoqi qeverinë e Republikës së Shqipërisë, kryeministrin e prapavijes së luftës së Kosovës, kryeministrin e Shqipërisë në atë kohë, zotin Pandeli Majko. Duke kujtuar dëbimin masiv dhe krimet e tjera të rënda të bëra ndaj popullit ton, ne nuk duam të kultivojmë urrëtitjen, por të bëjmë të qartë të gjithëve të vërtetën historike. Të nderuar bashkëkombës, prandaj në këtë ditë ne ritheksojmë qartë, fort dhe me bindje të plotë se populli ynë ka qenë në rrugën e duhur e të drejtë, se lufta jonë ishte drejtë, çlirimtare, e ndershme dhe legjitime, dhe askush nuk mund ta njellosë. Nga ana tjetër, kryeministri i Shtetit Shqiptar Edi Rama tha se shqiptarët mund të ndahen për çkado, por kur është në pyetje çështja shqiptare, askush nuk ndahet. Por madje unë këtu dua të shpreh mirënjohjen edhe për Sali Berishën, edhe për Partinë Demokratike në qeveri si pjesë e përpjekjes përbashkët shqiptare për pavarësimin e Kosovës dhe për të arritur në këtë ditë ku ne shqiptarët kemi mundësinë të themi vetes dakord ne ndahemi thuajse për të gjitha. Por ne fatmirësisht nuk ndahemi tek çështja e madhe që deri dje mbante emrin çështja e Kosovës, por që sot natyrshëm ka emrin çështja e shqiptarëve. Lideri i shqiptarëve të Luginës së Preshevës, Ragmi Mustafa, bëri të ditur se ende ekziston forma e diskriminimit të vazhdueshëm për shqiptarët, por tash në mënyrë të moderuar nga ana e Beogradit. Një Shqipëri e fortë dhe një Kosovë e fortë, padyshim se do të jetë në favor dhe në interes të shqiptarëve në troje tjera, sepse akoma fatkeqësisht mbizotron në politikën e Beogradit forma e diskriminimit vazhdueshëm, por me metodat moderuara ndaj shqiptarëve të Luginës Preshevës, por do të jemi stoik si gjithmonë shqiptarët për t'i përballuar dhe këto sfida të fundit deri në hyrjen e Bashkimit Evropian. Ky shënim i përvjetorit pas përfundimit të ceremonisë është vlerësuar nga kryetari i Komunës së Preshevës Ragmi Mustafa, kryetari i Kuvendit Komunal Ramiz Latife, si dhe kryetari i Komunës së Bujanocit Nagip Arife. Ishin mbledhur gjitha trojet për shënuar 15-vjetorin e egzodit shqiptarëve nga Kosova në Shqipëri, kur ishin stacionuar më shumë se 500.000 të dëbuar me dhunë nga forcat paramilitare të Miloševićit vitin 99, dhe në këtë drejtim nga ai egzod, nga ajo pashpresë atëherë që ishte, tani të mblidhen dy qeverit dhe të bëjnë një mbledhje të përbashkët, unë mund vlerësoj drejt momentalisht në prani të opinionit të gjerë, në prani të shqiptarëve të gjitha trojeve për të marrë opinionit e një strategjie të përbashkët kombëtare për në të ardhmen. Atëherë kur Shqipëria dhe Kosova të jenë të forta, me pas që dyshim se edhe shqiptarët në troje do të jenë më të fortë. Por të njëjtën gjë e bëm edhe ne në Luginën e Preshevës, sepse më kujtohet 24 marsi apo një ditë më parë kur në Preshevë vinin me traktora mira refugjat dhe ne bënim pritjen në dy xhamit ku përcilleshin për Maqedoni që
Edhe populli shqiptar i Maqedonisë ka bërë një punë të pamundshme kur deklaronte Kiro Kliverovi që këto duhen të deportohen në Turqi. Vëllezërit nga Maqedonia nuk lejan një gjë të tillë të bëhet. Unë mendoj se përveç që përkujtohet egzodi shqiptar nga Kosova në drejtim të Shqipërisë këtu në Kuks, ne patëm rastin që sot këtu të ndëgjojmë se ku është strategjia shqiptare në të ardhmen. Ndërsa për të përkujtuar simbolikisht vuajtjen e 15 viteve më parë, 100 shqiptar nga Kosova kanë mbërritur në këmbë në Kukës, ku ata në mes të kufirit janë pritur nga 2 kryeministrat Thaçi e Rama.